Përshëndetje, unë jam Shkurte Feza dhe jam shumë e lumtur që jam këtu sot me ju në degën e Dardanisë të Bibliotekës Hivzi Sulejmani në Prishtinë. Jam nën e 4 fëmijëve të mrekullueshëm dhe gjyshe krenare e 2 nipave. Tu lexoj tregime fëmijëve të mi dhe tani nipave të mi ka qenë gjithmonë një nga gëzimet më të mëdha të jetës sime. Por, për fat të keq, a e dini se sipas të dhënave nga UNICEF-i dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës, më shumë se 30% e fëmijëve të moshës nga 2 deri në 5 vjet nuk kalojnë kohë cilësore me anëtarët e rritur të familjes tyre. Koha cilësore, kujdesi dhe afërsia me fëmijët në vitet e tyre të para janë thelbësore për zhvillimin e tyre të shëndetshëm, social, emocional dhe njohës. Prandaj, sot jam emocionuar t'ju ndaj një tregim shumë të veçantë dhe shpresoj t'ju frymëzoj për të kaluar sa më shumë kohë cilësore me fëmijët dhe nipërit mbesat tuaja. Tregimi quhet Kërpudha Magjike. Fjafë vezulloi shpatën e zjarrtëve të tima. Briu brau bu, shkrepi po atë qast, bubullima topin e saj në qiell. Ah, violina ime do të lagët, ku të fshihem, o fshau cinësi këngëtar. Vaj për këpucët e mia të reja, pshëretiu që të këmshi. Brrr, u dridhë buburreci friksuar. Tap, tap, tap. Erdhi aty pari një flutur pikaloshe. E një miq, në breg të livadit është një kërpudh kapele gjër. Aty mund të strehohemi. O, faleminderit, u dëgjua në zëri cinzrit, i qindkëmshit dhe buburrecit. Briu, brau, bum, shkrepi bubullima për të dytën herë. O, shtima kësaj radhe ishte edhe më e madhe, nisën të pikonin pikat e para të shiut. Ec dhe cinzri, qindkëmshi e buburreci arritën para kërpudhës. Ka vend për ne? Pyti me droje cinzri. Urdhëroni, urdhëroni, u dëgjua kërpudha me zë të butë. Të 3 udhëtarët hynën kapelen e gjerë të kërpudhës. Pikat e shiut u shpeshtuan më tepër. Po, kisha ndërmend të shkoj të dajat e mi, po ky shi filloi si papritur. Mund të strehohem në kapelen tënde, o kërpudh? Pyeti një kërmill duke u afruar rreshçanas. Urdhëro, urdhëro, foli kërpudha. Ende pa u vendosur mirë kërmilli, u duk një mollëkuqe. Sa shumë bie shi, mund të hyj edhe unë në kapelen tënde, o kërpudh? Mundesh, mundesh. Tash u bën 6 udhëtar, flutura, cinzri, qindkëmshi, buburreci, kërmilli dhe mollëkuqja. Zu, zum, u dëgjua zëri një brumbulli. Ka vend për mua, o kërpudh? Po, vetëm urdhëro. Zum, faleminderit shumë, mezi erdha deri këtu. Tash u bën 7 vet nën të. Flutura, cinzri, qindkëmshi, buburreci, kërmilli, mollëkuqja dhe brumbulli. Po dëgjonin shushurimin e pikave të shiut kur para tyre u ndal një lepur. Oho, sa shumë musafir paske, o kërpudh. Unë erdha me shpresë se do të futja kokën këtu e të mos me lagën veshët. Mos u brengos, lepurosh. Ka vend edhe për ty, sepse unë disi po rritem shpejt. Udhëtarët të ngritën kokat për pjetë. Çudi, kërpudha që kur ata ishin vendosur në të ishte rritur shumë. Ç'është me ty, e pyti e habitur flutura. Asgjë jashtëzakonshme, jo, vetëm po rritem e zgjerohem vazhdimisht, ju përgjigj kërpudha me zë të gëzueshëm. Unë mendoj se kjo kërpudh
Është magjike, foli i emocionuar Qindkëmbshi. Edhe mua zemra më thot kështu, shprehu Habin Brumbulli. Do e mos, kjo është një mrekulli që faqi mahnitjen e tij Buburreci. Megjithatë, duhet menduar nga e ka burimin kjo fuqi magjike, foli Kërmilli me ngathësi. Na thuaj, ndërhyri Mollkuqja me padurim. Kërmilli ka të drejtë, tha lepuri, duhet gjetur shkakun përse Kërpudha u rrit kaq shumë. Shumë po huan edhe fijet e barit që ende po i lag të shiu. Kjo ndoshta ka të bëjë me zemërbardhësinë e saj, nga gëzimi që arriti të na ofronte ndihmë në këtë mot të ligë. Zemra e Kërpudhës është mbushur lumturi. Kjo lumturi e ka shtyrë të rritet ta Cinxhri këngëtar. Ashtu është, pohoi Kërmilli, i cili dëshironte të tregohej më i mençur se të tjerët. Edhe unë kam menduar kështu, në zemrën e bardhë, plot mirësi të Kërpudhës, gjendet fshehtësia e kësaj çudie. Po, kush ka zemër të bardhë, bën mrekulli të papar, foli lepuri. Pikat e shiut u rralluan dhe 8 udhëtarët, pa humbur kohë, u përshëndeten me Kërpudhën, duke falenderuar për mirësinë e saj. I thanë lamtu mirë njëri tjetrit dhe vazhduan secili në drejtimin e vet. Cinxhri, po atë ditë, i frymëzuar nga ky përjetim i rrallë, thurri një këngë të mrekullueshme për bujarinë e Kërpudhës magjike, e cila u përhap në tër livadhin dhe më pas u këndua edhe nga cinxhrat e tjerë. A nuk ishte një tregim fantastik? Ju pëlqeu edhe juve? Mendoni pak për atë që kuptuat nga tregimi. Kur mendoj për Kërpudhën magjike, për mua është një tregim për mirësinë, se si veprat e vogla të mirësisë mund të na bëjnë të rritemi. Sa më shumë personazhe që i kërkonin ndihmë Kërpudhës, aq më shumë ajo zmadhohej për të mirëpritur dhe mbrojtur të gjithë. A mund ta kujtoni një rast kur keni bërë diçka të mirë për dikë? Ndoshta keni mbrojtur dikë që po trajtohet padrejtësisht, ose keni ndihmuar dikë që kishte nevojë për një mik? Si u ndjet pas kësaj? Unë përpiqem të tregoj mirësi çdo ditë, në çdo mënyrë që mundem. Edhe në muzikën time, këndoj për dashurinë, unitetin dhe vlerat që na bashkojnë si komunitet. Kështu që herën tjetër, kur jetat ju kërkoj të tregoheni të mirë, ose të vendosni veten në pozitën e tjetrit, shpresoj të kujtoni Kërpudhën magjike dhe sa shumë rritet zemra juaj kur tregoheni të mirë. Le t'ju kujtoj, mirësia bën zemrën të rritet më shumë. UNICEF promovon leximin për fëmijët tuaj që në muajt të parë të jetës, duke ndihmuar ata të zhvillojnë gjuhën, komunikimin dhe duke forcuar lidhjen prindë-fëmijë. Dhe për fund, mos ndaloni se lexuari, sepse çdo libër ka diçka të veçantë që ju pret vetëm juve. Mirupafshim herë tjera, fëmijë. Ju dua.